Dalina, provoje të lutem. E ndjen freskin? Është veti astiku i freskët? Po. Nuk është i ftohtë kështu thjesht i ftohtë? Jo. Është veti freskët. Ua. Është kështu gjithkohës? Gjithkohës. Edhe në verë? Po. Po si ka mundësi? Teknologjia. Maniflex. Tani kjo është teknologjia më e fundit Maniflex? E fundit. Më thënë fjala fundit në tërë botën. Fjala fundit e teknologjisë. Ua. Dhe kjo është e mirë për qafën, më the. Ky jastëku quhet Mani Stretch dhe jo më kokë, sepse është zgjidhja e problemit komplet me cervikalen. Ua, fantastik. Plus dhe dysheku. Edhe dysheku po ashtu është Mani Stretch. Po rregulluam pak sepse këtu edhe pak të rritën zë gjumi, unë në fakt isha duke kërkuar për krevatin ideal për mua. Unë jam një kliente e Maniflexit, jam në një dyshek Maniflex për momentin, por do të bëj rregullimin në shtëpi dhe dua të marr diçka që i shkon edhe jetës time. Pra i shkon në fakti që ulem në adoleshentësh, drejtoj 3 kompani dhe bëj palestra 6 herë në javë dhe natyrisht kam edhe probleme me kompjuterin, kështu që ky është dysheku, ky është Mani Stretch. Ky është dysheku Mani Stretch, është dyshek i provuar dhe i testuar tek sportist. Por Maniflexi në fakt për mua është absoluti asi i dyshekëve vetëm në Shqipëri, por më të mirë të botës, prodhohet 100% i prodhimit është në Itali dhe pastaj distribuohet në 100 vende të botës, ka rreth 60 vjet, është i specializuar, pra është sipas mjeshtri maestro i dyshekëve. Përveç Maniflexit që ju e pat, që është sidomos për njerëz atletik si puna ime, ka lloj dyshekësh Maniflexi, ka dyshek të personalizuar, mund të thoja, unë jo me emrat tuaja, mund t'i shtoni emrat nëse doni vet, por ka të personalizuar për shembull si ky dysheku këtu, që bashkon çifte, nuk i ndan. Ky është dysheku që krijon një martesë në paqe. Pse? Sepse 8 orë të ditës sonë janë në gjumë. Dhe në qoftë se burri dhe gruaja flen mirë, atëherë ata janë të lumtur në mëngjes, dhe kështu që gjithë sherri minimizohet këtu, sepse gjysma e dyshekut është e fortë dhe gjysma e butë ose anasjellës nuk e di në këtë pjesë. Pashmundësia Kështu që pa, kjo është i kombinimi perfekt. Se po kombinuan njerëzit në gjumë edhe dalin njerëzit, bëjnë divorce nga gjumi, po kombinuan në gjumë, kombinohen shumë mirë dhe në jetë. Dhe një dyshek tjetër interesant, sepse siç thash ka lloj-lloj dyshekësh. Thash, mjeshtri i dyshekëve e di se çfarë do trupi, siç ka dhe shumë kërkesa, është dhe ky dysheku këtu që si jastëku që ishte i fjalës fundit, ky është një dyshek i freskët. Është nga Mani cool. Këtu nuk shkon fare që t'i bësh gjërat në këmbë, këtu duhet bërë vetëm shtrirë. Dhe ky është i dyshek i freskët. Tjetër ka diçka që mund të shtojmë për dyshekët? Maniflex është i vetmi brand që është 100% made in Italy. Pra, procesi nga fillimi deri në fund mbyllet në Toskanë të Italisë. Në Toskanë. Në Toskanë dhe gjërat e mira, ushqimet e mira, gjumi i mirë, gjithçka, la Dolce Vita, siç ishte ai krevati aty la Dolce Vita, edhe kjo është la Dolce Vita. Ndërkohë pash dhe materialet, pash edhe kashmir që ishte përdorur material diku. Absolutisht unë jam shumë e lumtur si thash me dyshekun tim, kështu që në momentin që do bëj për shefin tim, do marr atë krevatin ideal për këtë pjesën tjetër të jetës. Por thash për pjesën tjetër të jetës, ky është dhe shumë i mirë për menopauzën, meqense të freskon, pra pa njerëz që djersiten shumë. Fantastike. Gjumi i mirë është shërim, gjumi i mirë është everything, është jetëgjatësi, dhe nëse gjumi i mirë u ka dyshekun e mirë, atëherë pjesa tjetër e ditës nuk do t'i dha aq e lumtur për ju. Kështu që fillojeni lumturinë këtu te dyshekët, fillojeni lumturinë tek zgjedhja e një gjumi sa më të mirë. Ciao nga Maniflex.